I ditë prej ditësh, sikur kemi thënë, nuk e gjen Resulullahin sallallahu alaihi wasallam të lëvizte, dilte, çëtiste, që mos ishin me të në shoqërimin e tij këto burrat e Islamit. I ditë prej ditësh po bonte tavaf Resulullahi sallallahu alaihi wasallam në Ka'ben e madhnueshme. Në shoqërimin e tij ishin Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliju dhe i pjesë sahabësh të nderuar dhe të bekuar. Dhe sa fatmi. Resulullahi sallallahu alaihi wasallam herë afrohej rreth meqamit Ibrahim. Mirë po Resulullahi sallallahu alaihi wasallam sa herë kalonte pranë meqamit Ibrahim, ndalonte dhe vështronte me përmallim dhe me madhështi. Sa që i boni përshtypje këtij burri Omerit radiallahu anhu, që Resulullahi sallallahu alaihi wasallam dëshiron diçka në lidhje me këtë gur, mirë po nuk kisha ardhur kaderi Allahu Gjelle Gjelaluhu që të realizonte dëshirën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam lidhje me meqamin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Dhe që ky moment që bani kader Allahu Gjelle Gjelaluhu t'i thejet Omeri radiallahu anhu Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, ja Resulullah, لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. O Resulullah, po sikur të falesh pas meqamit Ibrahim, pra të fash namaz, ose tek meqami Ibrahim. Dhe thuhet nga i moment zbrit Gjibrili alayhi salatu wassalam me një pjesës ajetit surës Baqara që Allahu Gjelle Gjelaluhu urdhëron Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam dhe i thot وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Fali tek meqami Ibrahim, falni namaz, ose përballë meqamit Ibrahim, falni namaz.